çdo vit Vlora ishte kryeqendra e festimeve dhe kremtimit të 113 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, pikërisht aty ku flamuri kuqezi u valvit për herë të parë i lirë dhe i pavarur. Festa e flamurit bëri bashkë krerët më të lartë të shtetit nga Shqipëria dhe Kosova, të cilët morën pjesë në ceremoninë shtetërore të ngritjes së flamurit nën tingujt e himnit kombëtar. Ceremonia vijoi me ndërimet në vendprehjen monumentale të Ismail Qemalit, ku presidenti Bajram Begaj, kryetari i kuvendit Niko Peleshi dhe kryeministri Edi Rama vendosën kurorat me lule. Presidentja Vjosa Osmani ishte e pranishme nga Kosova. Ndërimet e tyre i shprehen dhe kryetaria e Bashkisë së Vlorës Bruna Mersini dhe prefektja e Qarkut Evi Sallushi.